Sheti I ditës 20 mars. Ilumi Morris Çak. Shembull I braktisjes së botës për Zotin. Ilumi Morris Çak është një figurë e jashtëzakonshme e mesjetës, një njeri që la pas pasurinë, pushtetin dhe jetën moderne për t'ju përkushtuar plotësisht Zotit në urdhrin dominikan. Historia e tij na kujton se shenjtëria nuk është e kufizuar vetëm për ata që fillojnë jetën si njerëz të devotshëm, por se mund të vijë edhe për ata që e njohin Zotin më vonë dhe zgjedhin ta ndjekin atë me gjithë zemër. Morris Çak lindi rreth vitit 1270 në Ugod, në perëndim të Hungarisë, në një familje fisnike dhe të pasur. Ai kishte të gjitha privilegjet e një aristokrati, pasuri, ndikim politik dhe një pozitë të sigurt në shoqëri. Në rrethinat e Budës, ai u martua me një grua të fisnikërisë së lartë, Katerinën, vajzën e Palatinit Amadej Aba. Ishte një martesë ndërtuar mbi lidhje familjare dhe politike, por që u shndrua në një histori të jashtëzakonshme për kushtimi shpirtëror. Pas vetëm 3 vitesh martese, Morris dhe Katerina bën një zgjedhje që pak njerëz do të kishin guxim ta bënin. Vendosën të braktisnin jetën martesore dhe të hynin në urdhrin dominikan, ai në manastirin e burrave dhe ajo në manastirin e grave, në ishullin e Shën Margaritës afër Budës. Ishte një vendim I guximshëm dhe radikal, por jo I mirëpritur nga familja e tyre. Kur Palatini Amadej Aba, vjehri I tij, mësoi për këtë vendim, ai nuk pranoi ta lejonte këtë turpërim të familjes. Me forcë e nxori Morrisin nga manastiri dhe tentoi ta bëj drejtues të pasurive të tij. Por Morrisi nuk ishte më I njëjti njeri. Zemra e tij tashmë ishte e drejtuar ka Zoti. Duke mos pranuar të dorëzohej, Palatini e burgosi atë në Budë për 6 muaj, duke shpresuar se do ta kthente mendjen. Por as burgu dhe as presioni nuk e ndryshuan vendimin e tij. Kur më në fund u lirua, ai u kthye përsëri në manastirin e dominikanëve. Megjithatë, frika e urdhrit se mos ndodhte një tjetër ndërhyrje nga familja e tij e pasur, bëri që ata ta dërgonin në një vend të largët dhe të sigurt, në Bolonjë, Itali, pranë varrit të Shën Dominikut. Aty ai mori formimin e plot rregulltar dhe u shugurua me shtar. Pasi kaloi një periudhë të gjatë përgatitjeje në Itali, ai u kthye në Hungari si meshtar dominikan dhe për 30 vite shërbeu me përkushtim në manastiret e vendit të tij. Edhe pse dikur kishte qenë pjesë e një prej familjeve më të fuqishme, ai e jetoi jetën e tij me thjeshtësi, përvujtëri dhe devocion të madh ndaj Zotit dhe kishës. Morrisi u bë një figurë frymëzuese për besimtarët, një shembull I njeriut që nuk kërkoi pushtet toksor, por lavdinë e Zotit. Ai jetoi një jetë të shenjtë duke u bërë një udhërrëfyes shpirtëror për shumë njerëz, sidomos për ata që ishin në kërkim të kuptimit të vërtetë të jetës. Ai ndroi jetë më 20 mars të vitit 1336 në manastirin e Gyorit, ku edhe u varros. Pas vdekjes së tij, fama e tij si një njeri I shenjtë u përhap shpejt, dhe në vitin 1494, ai u shpalli lum nga kisha. Historia e tij u shkrua nga Ambrosius Tigjes dhe u përfshi në veprën e tij mbi shenjtorët e Marsit, botuar në Antwerp në vitin 1668. Një dëshmi e madhe e nderimit që gëzonte në urdhrin dominikan
është piktura e tij e vendosur në kishën Santa Maria Novella në Firenze, ku ai është paraqitur në mesin e shenjtorëve dominikan. Ky është një nder i veçantë duke pasur parasysh se ky urdhër përfshin figura të mëdha si Shën Alberti i Madh dhe Shën Toma Akuini. Historia e të lumit Morris Çak është një thirrje për të gjithë ne që të pyesim veten: çfarë është më e rëndësishme në jetën tonë? A kërkojmë lavdi dhe pasuri toksore, apo përpiqemi të ndjekim vullnetin e Zotit sado i vështirë të jetë ai rrugtim? Ai na mëson se nganjëherë rruga e shenjtërisë kërkon sakrifica të mëdha, madje edhe braktisjen e sigurisë, familjes dhe planeve personale. Ai është një frymëzim për ata që kërkojnë kuptimin e vërtetë të jetës dhe që nuk kanë frikë të ndjekin Zotin edhe kur bota i kundërshton. Duke i u lutur atij, mund të kërkojmë ndërmjetësimin e tij për forcë shpirtërore, për guximin që të ndjekim vullnetin e Zotit dhe për përvojtrinë që të jetojmë me besim të plotë. I lumi Morris Çak, luto për ne.